Emilian, përshëndetje nga Cërriku, e cila është një nga 5 bashkitë e vendit që sot zhvillon zgjedhjet e pjesshme lokale. Kjo pasi i zgjedhuri me vot i qytetarëve për të drejtuar bashkinë e Cërrikut në zgjedhjet e majit, e 14 majit 2023-shit, Andi Salla u zgjodh në shtator të këtij viti dhe u emërua nga qeveria për të drejtuar dikasterin, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, duke bërë që këtë drejtimin e bashkisë së Cërrikut ta synojnë 3 kandidatë, ndryshe nga zgjedhjet e 14 majit të 2023-shit, Emilian, në garë janë që ishin 2 kandidatë, këtë herë bëhet fjalë për 3 kandidatë, të cilët garojnë sot për të synuar kështu dhe për të marrë drejtimin e kësaj bashkie. Në garë janë Florence Doka nga Partia Socialiste, është Amarildo Hoxha, kandidati pavarur por që mbështetet nga opozita, dhe Eligert Hima nga Nisma Shqipëria bëhet. Emilian, unë aktualisht jam pozicionuar në KZ numër 47 në shkollën Alex Buda, shkolla 9-vjeçare në Cërrik, ambientet e së cilës sot janë vënë në dispozicion të qytetarëve të Cërrikut nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes për të ushtruar vullnetin e tyre të lirë për të zgjedhur kështu kryetarin e ri të bashkisë për të paktën 2 vitet e ardhshme deri në 2027. Duhet thënë që Bashkia e Cërrikut ka 57 qendra votimi dhe numri në total i zgjedhësve në listë dhe që kanë të drejtën e tyre për të votuar është 38.724 dhe këto zgjedhje zhvillohen në të gjitha njësitë administrative ku përfshihet Bashkia e Cërrikut, njësi administrative e Gostimës, e Klosit, Mollasit dhe Shalsit. Sipas informacioneve të deritanishme nga KZ-ja e Cërrikut, procesi i votimit në këto zgjedhje të pjesshme lokale ka vijuar normalisht edhe nga vëzhgimi i ABC News në terren nuk ka patur problematika, qofte edhe në nisjen e punës nga komisionerët apo nga hapja e qendrave të votimit sipas orarit zyrtar, që është ai orës 7 të mëngjesit. Përjashtim bën vetëm qendra e votimit numër 2545, që është një nga zonat periferike të Cërrikut dhe ku është raportuar më herët një problem teknik sa i përket pajisjes së identifikimit biometrik. Por nga komunikimet tona me përfaqësues të KZ-s, stafi teknik ka bërë të mundur kështu rregullimin e këtij defekti në pajisjen e sistemit dhe të identifikimit biometrik, duke bërë që të rinis procesi i votimit dhe nga vëzhgimi deritanishëm Emilian mund të themi që ka patur një interes të qytetarëve në këto zgjedhje për të votuar. Megjithatë, pjesëmarrja pritet që të shihet në minutat në vijim, të paktën deri në orën 19, atëherë kur edhe do të kemi një panoram më të qartë në fakt sa i takon pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Kujtojmë që në 2023-shin pjesëmarrja e përkthyer në përqindje në Bashkinë e Cërrikut ka qenë rreth 33%, ndërkohë pritet për të parë se si do të jetë interesi i qytetarëve dhe pjesëmarrja e tyre për të zgjedhur kështu kryetarin e ri të Bashkisë së Cërrikut. Kassandra, ajo që ka vjetre në fakt në Cërrik, përsa i përket 3 kandidatëve, përveç se Partia Demokratike del pa logon e saj dhe mbështet kandidatët e pavarur, si që është Amarildo Hoxha, kandidati të Partisë Demokratike i dublohet edhe një tjetër kandidat, si që është Eligert Hima, por kësaj rada i mbështetur nga Nisma Shqipëria bëhet, apo jo? Po, është e vërtet, Emilian, në këtë garë për të marrë drejtimin e Bashkisë së Cërrikut janë 3 kandidatë, është ai nga Partia Socialiste, bëhet fjalë për Florence Dokan, i cili në fakt mban postin e nënkryetarit të kësaj bashkie dhe synon që në këto zgjedhje të ditës së sotme të marrë plotësisht drejtimin e bashkisë për 2 vitet e ardhshme deri në 2027, ndërsa Amarildo Hoxha
Hoxha, kandidat i pavarur, ka mbështetjen nga opozita, por në këto zgjedhje të pjesshme lokale kandidon si pavarur. Pra duhet thënë që Partia Demokratike në këto zgjedhje nuk ka dalë me një emër të saj, me një kandidat të saj, por ka shprehur mbështetjen për kandidatin e pavarur Amarildo Hoxha. Ndërkohë nga dhe Eligert Hima është një tjetër kandidat që synon të marrë drejtimin e Bashkisë së Cerrikut nga nisma Shqipëria bëhet. Këto janë të tre kandidatët të cilët synojnë marrjen e bashkisë për të paktën dy vitet e ardhshme, pasi Andi Salla u emërua në shtator të këtij viti si ministër i bujqësisë dhe i zhvillimit rural. Megjithatë, mbetet për të parë se si do shkoj vota për dy kandidatët e opozitës, të cilët janë dubluar njëri tjetrit përballë kandidatit të socialistëve, Florenc Doka. Kasandra Pali, unë të falenderoj për këtë komunikim. Ka qenë Florenc Doka në fakt. Po, përfundohet. Jo, ajo që po thoja është se Florenc Doka ishte edhe në podcastin Flasim të kryeministrit Edi Rama, ku shpreu ambicien e tij se do të fitojë me bindje 70% në këto zgjedhje, megjithatë sigurisht kjo mbetet për tu parë.